shpine vetë me vjerë. Jam do fjallë që nuk po muj me Përshëndetje, miq, me përshëndetjen më të bukur. Vetëm një lajmërim i shkurt në lidhje me punët dhe aktivitetet e mia dhe të shokëve të mi, kudo që morin frym njerëzit e mirë, shqiptarët e mirë, shqiptarët e devotshëm që e kanë zgjedhur rrugën e vërtet bashkë me imamin e shqiptarëve me shpotu në dynjë në këtë botë dhe me fitu tjetrën parajsën xhenetin. Pra dyert janë të hapura për të gjithë ata të cilët dojnë me qenë njerëzit mirë, shqiptarët mirë, që nuk dojnë me vjedh shpinën e vet, që nuk dojnë me tradhtu shokun, që nuk dojnë me prek në natyrshmërinë e tyre. Ma e keni kuptu se natyrshmëria është shumë e rëndësishme, feja e shqiptarit është shqiptaria. Tjetra, dëgjoni mirë, nuk jam ka jetoj në kohën e Gjergjfishtës. As nuk jam të jetu në kohën e Fajkonicës, as në kohën e atyre para Fajkonicës dhe Gjergjfishtës. Por një e di që e kam pas shumë vështira ato para 100 vjetëve. Shumë vështira e kam pas me ignorancën dhe me bajraktarët, se vetëm bajraktarët që janë konë këtyne herit vëndohen në shërbim të regjimeve të huaja, pushtuesve të huaja. Pra, unë jam thellë i bindur se kur e kanë luftu Gjergjin, nuk kanë ardhur njerëz jeni qerë prej Mongolisë, por e kanë luftu ata që ka janë shit të Sultan Mahmuti. E keni qartë ajo. Paraqitja ime është e shkurt se Facebooku mo pas 30 ditëve i largon të gjitha paraqitjet live drejt për drejt dhe nisa kështu se kemi mbi emën, dëgjoni mirë, kemi mbi emën Daci, mbi emën Daci, po kemi edhe mbi emën Dacic. Kemi mbi emën Gjoka, po kemi edhe mbi emën Djokovic. Po të një më kuptu pse përmena Gjergjfishtën dhe Fajkonicën? Një pjesë që lafosin Shqip, që nuk duan t'jenë Zorreti Ilir dhe Mileti Skenderbeg, ki mesazh është për ata, që babe kanë Sultan Mahmutin. Nuk kushtaj akomo, Daci ka me mbet Daci, Gjoka ka me mbet Gjok, Mehmedi e kam një shok sekretori i diasporës shqiptare për Macedoni është në amor në Belgjik ka me mbet Mehmet ka me mbet. Nuk ka me mbet Mehmedovic, se një pjesë e njerëzve, gjysma e Serbisë, janë prej shqiptarëve. Por shkak të fejes e kanë ndryshu gjuhën, e kanë bo slavisht. Kështu që juve disove që lafosni Shqip, e nuk e doni shqiptarin, nuk e doni Zorretin Ilir dhe Miletin Skenderbeg, nëse kje mbi emrin Mehmedi, nuk është mirë me bo Mehmedovic. Ase e kim emrin Halili, nuk kine me nevoj me bo Halilovic. Ma mirë bane Mehmedoglu. Haliloglu.
Gashuoglu, a keni qorta ju? Nuk e ki pa tjetër me qenë shqiptar, por ne nuk e kemi ndërmend një centimetër, 1 milimetër, më ju lëshu pen juve. Se nuk e jetoj unë e kohën e gjashfishtës dhe të fajkonicës. Unë jetoj në vitin 2025 të shekullit 21. Pra, nuk pëlqen Zorreti, Ilir Mileti, Skanderbeg e ki Mehmeti, dane Mehmedoglu. Kasamoglu, Bilal Kasamoglu. Kasamoglu, unë të respektoj ashtë, po, Kasami ju është vetëm shqiptar. E ke qartë, dhe më thonë, kërkojnë ndihmën të baba sultan të Turqia është e fort. E po veç ka tha Trumpi? Trumpi tha, Turqia e ka morë Sirijet. Ja nguli Trumpi Erdoganit, babës juve, që ka jeni me oglu. E do Turqien kërkojnë ndihmën e Turqijës. Pse përjargëni të shqiptar? Shumë e thjeshtë është, ne mund të jetojmë në diversitet, po jo të na prekni Zorretin, Ilir dhe Miletin Skanderbeg. Zorret, ne jemi pasardhës të Ilirve, që kemi rujt gjuhën, Milet, fjala Milet nuk është popull. Nuk është, fjala Milet është diktat. Diktatin e Skanderbegit. Unë e besoj Zotin e Gjergj Kastriotit, se Zoti i Gjergj Kastriotit ka qenë Zoti i vërtet. Kurse Zoti i Sultanit ka qenë Zoti i haremeve. I haremeve. Zoti i haremeve. Kështu që kjo është një paraqit. Dane e keni kuptu këtë punën e Mehmet Mehmedović, Gjoka Gjoković, Daci Dacić, Gashi Gashić. Ne nuk kemi ndërmend më mindru emrat, po ju disa që nuk doni me qenë shqiptar, keni shku ta shini të u fut në byrt bëthës të disa ish komandonta, me shpëtu. Ti në thunin e imi turq, ndronë mbe emrin, bane Mehmedoglu, Haliloglu, Kasamoglu. Kjo është e vërteta. Nuk e kemi ndërmend më ju lëshu penj. Në Maqedonimi pak. Nëse nuk e respektoni pakicën tonë, të një me dalë haptazi, po ju, edhe unë, se mi njëjtë shqiptar. Ti lafos shqip, ko plot që lafosin shqip, edhe rëmt lafosin shqip, edhe tërbesht lafosin shqip. Po nuk kemi të njëjtë. Ti kiblën e ki të kadifja e zez. Të kadifja e zez, atje. Atje ku e thitha jo kadifja e zez, energjin e ignorantave, budalenjeve. Zoti Ahmet Kalas, kur Zoti Ahmet Kalas? Zoti Ahmet Kalas është Big Brother Albania, e kanë shtim shel, ndry. Zoti i Tim Shkupit është Zoti i Gjergj Kastriotit, që i ka fitu të gjitha betejat me Sultan Mahmutin. E keni qartë, ishte një paraqitje e shkurt, tani jo që jeni me mu, pe e kuptoni. Nuk e kemi ndërmend me shupej, se disa mendojnë se muslimanizmi o shqiptari. Muslimanizmi nuk është shqiptari. Shqiptaria o shqiptari. Shqiptaria o shqiptari. Dhe kena për ta bë shqiptarin, pavarësisht ka mendojnë politikanët, pavarësisht ka mendojnë zuzarët, pavarësisht ka mendojnë tradhtarët. Se nuk është vetëm e Tim Shkupit shqiptaria. Nuk është distanca geografike në pyetje. Pra, unë e di vutjen dhe dhimbjen e të gjitha atyre intelektualve, rilindazet që kanë jetu para meje. Po sot, e kemi një shtet që e ka emrin Shqipni, e kemi një shtet që e ka emrin Kosovë, dohet me bashku me Shqipni. To dy shtete do të bi bashku, dhe ta shomin Macedoni sa shqiptar kanë me dalë. Kështu që, a do të bëhet luft, a do të bëhet kiamet, do gjoni ato që ka jo rajnë, nga për televizionet që i finanson Republika e Davutoglut, Ahmet Davutoglut. Ju përshëndes, ju du shumë.